Live from Tirana. Live from Tirana. 11:20 orë eksakte në këtë moment në këtë pjesë tjetër të Live from Tirana dhe siç ju lajmëruam në krye të herës në Wake Up, tashmë do të flasim për Netflix Festival, i cili ndodh në Tiranë nga data 21 maj deri në datën 24, një ngjarje e rëndësishme jo për ato që duan komercialitetin, skandalet dhe zhurmën, por një ngjarje e rëndësishme për artin në Shqipëri. Dhe për diskutuar me këtë do të kemi trurin e kësaj gjëje, Romina Ruda dhe Era Kraja. Mirë se vini në program. Mirë se u gjetëm. Si jeni një ditë para nisjes? A kështu e bie një ditë apo jo? Sot është data 20, kështu që nesër ndodh apo jo? Nuk e di, jam shumë i qetë dhe kjo më shqetëson shumë. Jam i shqetësuar pse nuk jam i shqetësuar. Je shqetësuar pse nuk je shqetësuar? Qetësia para stuhis. Po e presim stuhin. Më thuaj ti Era. Unë jam shumë e qetë sepse kam shumë besim te Romina. Romina e ka bërë këtë më përpara, kështu që më jep edhe mua një farë qetësie. Dgjoj, për ato që po e dëgjojnë për herë të parë Netflix Festival, futem pak në brendësi. Çfarë është Netflix Festival? Netflix Film Festival është edicioni i parë që Netflix që në gjenezën e tij dhe në këtë rast dua të marr momentin për të falendëruar shumë Top Albania Radio. Pasi përgjatë vitit 2020 dhe 2021, gjatë 2 viteve kur Netflix është zhvilluar, ka qenë partner të jashtëzakonshëm dhe gjithmonë kanë patur dhe kanë gjetur hapësirën për ta promovuar. Netflix është një event i cili është zhvilluar për rreth 2 vite. Ku ne kemi shfaqur filma të Shqipërisë dhe të Kosovës, kemi promovuar filma të Shqipërisë Kosovës në një hapësirë independente të pavarur dhe pak jo konvencionale në The Steel Creative Hub. Fokusi i Netflixit është në radhë të parë promovimi i regjisorëve të rinj të Shqipërisë dhe Kosovës, i talentit ton vendor, le të themi. Dhe fokusi i dytë që është i prodhimit vendas dhe jo importeve. Dhe fokusi i dytë që është aq i rëndësishëm është zhvillimi i mendimit kritik ndaj mënyrës se si ne i lexojmë filmat. Kështu që gjithmonë pas shfaqjes filmave ne kemi patur mundësinë dhe fatin, le të themi, që të kemi një person nga stafi krijues i filmit, pra regjisor, producent, aktor, çdo që ka qenë në qytet dhe ka patur mundësinë që të jetë, ka ardhur për të bërë një bisedë me mua dhe një bisedë të hapur me audiencën. Dhe ka qenë një gjë shumë e bukur për të parë se si njerëzit të cilët kanë ardhur që në gjenezën e Netflixit, ne kemi nisur me diçka tek 10 persona. Dhe mbaj mend kur kemi shfaqur Hive-in, që ishte shfaqja e parë publike për Hive-in, pasi ishte shfaqur në Tirana International Film Festival, na u desh të bënim 3 shfaqje paralele brenda të njëjtës hapësirë nga numri i madh i njerëzve, kishte mbi 100 persona. Dhe të gjitha hapësirat ishin plot. Dhe të gjitha hapësirat ishin plot, ka qenë një ndjesie e zakonshme. Dhe nga takimi i parë në takimin e fundit, shihje se si personat pyetjet që i bënin regjisorëve ishin pak më ndryshe, nga pyetjet standarde si të lindi ideja dhe çfarë të frymëzoj, pyetjet ishin po me këtë planin këtu çfarë ke dashur të thuash, pra çfarë ka qenë ideja jote pas gjithë kësaj. Tani mund të bëj një pyetje standarde, por mendoj që është e rëndësishme sepse pse krijuat ju Netflix Film Festival? Pse mendoni që i duhej Shqipërisë në këtë momente? Netflix në fakt e ka krijuar. Po un po them duke njohur Rominën dhe pasionin e saj për filmin, edhe mungesën në atë kohë të një hapësire ku shfaqeshin filma independent, filma kritik, filma artistik. Edhe duke ndjerë edhe vetë këtë mungesë si një dashje shumë e madhe e filmit, mendoj që fillimisht e nisi për veten dhe për shoqëninë, edhe pastaj thjesht njerëzit e ndjen dashurinë me cilën Romina punonte dhe e përqafuan si koncept edhe u rrit shumë. Domethënë, kjo ka qenë thjesht ka lindur nga nevoja e vet edhe për të kënaqur edhe rrethin e vet. Çfarë e bën Netflix Film Festival të veçantë nga eventet e tjera të kinematografisë në Shqipëri? Ose ngjarjeve të ngjashme që ndodhin këtu? Është festivali i parë që i dedikohet vetëm regjisorëve të Shqipërisë dhe të Kosovës, ose më saktë le të themi filmit shqip, filmi që flet shqip dhe është i realizuar nga artistë shqiptar. Shpesh herë festivalet dhe pjesë më të madhe gati çdo festival është ndërkombëtar dhe është në benefit dhe është në përfitim të festivalit të tillë dhe jam shumë pro dhe jam shumë e lumtur që ne kemi kaq shumë festivale të mira në vendin tonë. Por Netflixi është vetmi i cili vën në piedestal le të themi regjisorët e rinj. Ne jemi të vetmit që kemi në këto që quhen orare zyrtare, pra oraret pak më të rëndësishme, në fakt filmat shkurtë të regjisorëve të rinj. Kemi vetëm një çmim, që është çmimi i audiencës, që do jepet gjatë programit që ne quajmë Keep It Short për filmat të shkurtër. Dhe si është si përzidhet ky çmim, si votohet, si ndodh? Personat vinë shohin filmin, vendosen aty. Votojnë, me që jemi mbas 11 majit, votojnë filmin e tyre dhe me shumë transparencë dhe me demokraci të plot, si rrallë herë.
Do zgjidhet vërtet filmi që ka marrë më shumë vota. Ne kemi një program të jashtëzakonshëm, por nuk e di se si njerëzit do zgjedhin, pasi kemi filmin Workers Wings nga Ilir Hasanaj, kemi Like a Sequel të Norika Sefës, kemi talente të reja si Jon Budina, kemi talente të reja si Eni Derhemi, Enxenoni, kemi shumë filma të mirë nga regjisorë dhe prodhimet të cilat janë vlerësuar në festivalet më të rëndësishme botërore, të bashkëvendosur me regjisorë të rinj të cilët kanë punën e tyre të parë. Po, e zëmë se unë kam realizuar një filmetrazh të shkurtër. Kush janë kriteret që unë mund të marr pjesë në Netflix Film Festival? Si funksionon? Pra ju kontaktoni, bëni ftesat apo ju kërkojnë artistët dhe regjisorët të rinj? Kush janë kriteret që duhet bësh pjesë në Netflix Film Festival? Atëherë, ky si edicioni i parë, ne kemi patur paralelisht të dy gjërat. Janë filma të cilët unë doja shumë që të shfaqeshin në festival. Dhe një nga arsyet pse ka nisur Netflix është sepse duke qenë se unë kam patur gjithmonë kontakt të ngushtë me industrinë, se kam qenë pjesë e industrisë. I thoya shokëve të mi që ka dalë ky film është shumë i mirë. Dhe të thonin po unë se di sepse gjithmonë premierat, festivalet përgjithsisht janë pak të ngushta, unë doja që të prekja një audiencë pak më të gjerë. Kështu që janë këto filma që unë i kisha parë dhe në vend që ti tregoj edhe ti çoja veshët njerëzve, hajdeni shifeni, e shohim bashkë dhe flasim për filmin. Dhe pjesa tjetër kanë qenë open submissions që janë bërë në contact@netflix.com. Ky është edicioni i parë i Netflix dhe është bërë for free. Ne aplikuam në Ministrinë e Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit. Nuk morëm fonde për të bërë një festival të tillë. Koncepti ka qenë shumë i gjerë, përfshinte shumë punëtori, përfshinte shumë persona të cilët vinë nga jashtë. Çfarë kanë fondet? Nëse nuk e kanë fondet për festivale filmash, për çfarë i kanë them? Janë shumë festivale filmash kanë marrë mbështetje, kanë marrë dhe shumë projekte të reja, dhe kjo ka qenë një gjë shumë e mirë. Është një event tjetër i cili fatmirësisht mori mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Kulturës dhe Inovacionit, që është Authors Meet Authors, që do bëhet tek Villa 31, për cilin do kisha shumë dëshirë që të vija dhe të flisja sërish, pasi është realizuar nga Artalb Film Production dhe është projekt shumë i mirë. Gjithsesi, ne nuk e patëm fatin që të mbështeteshim. Unë kam qenë në tavolinë me dy bashkëpunëtorët e tjerë shumë të ngushtë festivalit, Jorel të Dhamë dhe Blerina Kanxhën, për të cilët ky festival nuk të ishte realizuar dot kurrë. Dhe i them jam kaq me nerva se ishte kaq projekt i mirë sa më vjen ta bëj pa lek. Dhe ato thonë bëje, ne të mbështesim. Kështu që dizajni është bërë nga Joreldi, programi. Me që nuk keni marrë fonde, keni ftuar Ministrin e Kulturës nesër? Në fakt jo, dhe duhet ta ftoj patjetër, sepse nuk ka asnjë lloj urrëtie, ka vetëm dashuri. Jo, patjetër, po e di pse më erdhi kjo instinktivisht tani, domethënë me që nuk i dha fonde, unë them ftojeni. Të shijoj art të bukur dhe të thotë okay, kjo gjë vlen dhe mund ta mbështesim herën tjetër. Të them të drejtën, nuk jam shumë slogani i festivalit është nuk kemi fonde, por kemi filma. Okej. Por kjo nuk është një sulm ndaj ministrisë. Absolutisht. Unë do kisha shumë dëshirë që të gjithë personat që kanë mundësinë, sidomos në instanca shtetërore, të vinë dhe të shohin, jo për të mbështetur festivalin, por për të mbështetur artistët, sepse ka një numër të jashtëzakonshëm talentesh në vendin tonë, të cilët ngjejnë ngushëllim vetëm jashtë, dhe të gjithë ikin jashtë dhe fondet i marrin jashtë dhe nuk gjejnë mbështetje në vendin e tyre. Kështu që nëse do kisha shumë dëshirë që Ministri i Kulturës dhe Vendesministria e Kulturës të vinin dhe të shihnin se sa talentet jashtëzakonshme ka vendi jon, jo për festivalin, por për artistët. Tematika që e udhëheq Netflix Film Festival këtë vit, një frym, një tematik ka apo është kjo, pra s'kemi fonde për kemi filma? Mund të quhet kjo? Do thoja më shumë base thjesht emerging artists, domethënë nuk është se kemi një tematik per se, po thjesht fokusi tek artistët e rinj, artistët në ngritje të Shqipërisë të Kosovës, po tematika përqafuese është mungesa e fondeve, jo të bësh shaka. Është vërtet emerging artists. Qartë. Mirë, kemi ende të tjera gjëra për të diskutuar. Fillimisht shkëputemi në pak reklama dhe rikthehemi pas pak live në program. Rikthehemi sërish në program. Vajzat janë duke kërcyer me këngët që Danko DJ vendos sot në Live from Tirana, ndërkohë ne jemi duke biseduar për Netflix Film Festival, i cili ndodh në Shqipëri, në Tiranë, nga data 21 deri në 24 maj. Jemi duke biseduar me Erën dhe Rominën për më shumë detaje. Por më tregoni pak vajza si është pritur ky festival nga komuniteti i kineastëve, regjisorëve, artistëve, domethënë një dritare e re për ta. Kush janë komentet që ju thon, feedbacku, sa të gatshëm ka qenë për t'ju ardhur për të bashkëpunuar, por dhe pse jo për t'ju ndihmuar.
shumë inkurajuese, shumë fuqizuese. Një koment që do veçoja nga gjithë të tjerat ishte një nga artistët që në fakt doli vullnetar që ai jeton jashtë dhe doli vullnetar që të vi këtu vetëm për të qenë prezent në festival. Ka qenë shpritur vërtet shumë mirë dhe na ka inkurajuar, na ka dhënë forcë që të vazhdojmë edhe ta punojmë akoma më shumë. Tani, më tregoni pak agjendën, e para një kush mund të vijë dhe ta shohë këtë ngjarje në Tiranë, pra. Festivali është i vetëm hapur me për të ftesa, gjithë. apo është për të gjithë dhe më trego pak Romina çfarë ndodh në datën 21, 22, 23 dhe 24 për ato që na janë duke na dëgjuar tashmë dhe kanë shprehur interes për të qenë prezent. Atëherë, festivali në radhë të parë pasi na vijnë shumë mesazhe edhe në Instagram, është falas, është i hapur për të gjithë, nuk ka nevojë për rezervime, është first come first served, kush vjen i pari zë vendin e tij dhe shijon filmin. Fatmirësisht ne jemi në partneritet me Kinema Agimin, të cilët na e kanë ofruar gjithashtu pa pagesë hapësirën dhe i falenderojmë shumë për këtë partneritet, pasi ishte shumë e rëndësishme jo vetëm që të shfaqeshin filmat, por edhe të shfaqeshin në të vetmen kinema publike që ne kemi këtu. Dhe rëndësia e një kinemaje publike ka qenë dhe një nga arsyet pse është krijuar Netflix, sepse nuk e kishim mundësinë për të shfaqur këtë film në një kinema të Mirëfillt. Kështu që duket si një cikël i plot i plotësuar tashmë, që kemi edhe festivalin e filmit, e kemi edhe në Kinema Agimin. Kështu që shumë faleminderit Agjencisë Industrive Kreative. Në ditën e parë, në datë 21, ne nisim në orën 6 përpara ceremonisë së hapjes. Do të nisim me dokumentarin e metrazhit të mesëm të Ermela Telit, Në Paresën Socialiste nuk pjeshi, dhe Ermela do të vi për të bërë një Q&A, që është një gjë shumë e veçantë që ajo po bën dhe ne falenderojmë shumë për disponimin, përveç se për talentin e saj. Unë Ermelën e njoh dhe ndjek si artiste, si aktore, si regjizore, si skenariste prej vitesh, kështu që ka qenë vërtet një kënaqësi e madhe që këtë dokumentar, të cilin nëse nuk gabojmë ka shfaqur vetëm një herë, do vi të shfaqet dhe do jetë e pranishme për të folur me publikun. Kemi ceremoninë e hapjes, ku do të flas unë. Dhe dia çaj veshët që të gjithë dhe duke falenderuar gjithë personat që kanë bërë të mundur këtë event. Dhe pastaj kemi Another Day, një tjetër ditë, dokumentarin e metrazhit të gjatë, është dokumentari i parë i metrazhit të gjatë e Eno Çarkës. Eno Çarka masivisht ndoshta nuk njihet ai shumë, por është absolutisht një nga zërat në mos zëri më i rëndësishëm i gjeneratës së re të regjizorëve që ne kemi në Shqipëri. Dhe është vërtet një djalë i jashtëzakonshëm, tmerrsisht i talentuar. Mezi po pres që dokumentari i tij i dytë metrazhit gjatë të bëhet realitet që ta shihni. Gjithsesi Eno ka ndjekur dy artistë shqiptar të rrugës në udhëtimin e tyre 2 vjeçar në Europë dhe ka dokumentuar të gjithë punën e tyre, sfidat e tyre, por dhe mënyrën se si dinamikat e shoqërisë së tyre të kanë ndryshuar gjatë viteve. Në datën 22. Në datën 22. Në datën 22 prit të hap programin. Prit, pas të kalojmë te 22 një herë, se kemi edhe një gjë shumë interesante në datën 21 që do japim music videos. Atëherë një gjë tjetër që ndodh kur nuk ka fonde, është që bëhesh kreativ. Dhe me që ne nuk ishim fonde për të marrë një DJ apo për të book një space për një hapësirë për të rezervuar për të luajtur muzikë, tham okay, ka shumë regjizorë të rinj të cilët kanë bërë videoklipe interesante, shumë të mira, dhe tham okay, do bëjmë një music video party. Do vendosim videoklipet, pak a shumë gjëra që bëjmë kur mblidhemi në përshpjet e njëri tjetrit, me thënë drejtën. Por këtë herë janë vetëm videoklipe të mira, artistike nga regjizor shqiptar. Kështu që do kemi një Radio Kill the Video Star party. Interesante. Mund të kishit marrë dhe Dankon, por nuk e dia vjen pa pagesë. Ftyra e tij tha një jo të tmerrshme, po mirë, Dankon s'ka problem. Më shaka se është djalë i mirë, është djalë i mirë. Ndërkohë që në datë 22 ne nisim në orën 4 me I Love You More. Okej. Sepse për më tepër ka ndodhur dhe një rastësi shumë interesante që Netflix Film Festival është gjatë Pride Week. Kështu që ne kemi 2 filma që janë specifikisht në programin e Queer Stories, dhe I Love You More është gjithashtu filmi i parë metrazhi gjatë regjisorit Erblin Nushi, njohur për fansa si The Adelina Rose. Kështu që jemi shumë të lumtur. Dhe në orën 6 kemi Vera Andron Detin, filmi i parë metrazhi gjatë regjisores Kaltrina Krasniqi. Falenderojmë shumë Dionis Papadimitrin që na e bëri të mundur shfaqjen e këtij filmi. Dhe ndoshta Kaltrinën e njohim më shumë ti pasi ka bërë videoklipet e Gensaliut, që janë
poezi, nuk janë thjesht videoklipe, dhe Vera Ndrondetin është një film vërtet një histori shumë e relatueshme për të gjithë, duke menduar pak a shumë se sa shumë nëna tona kanë mbajtur mbi supe, duke mbajtur dhe le të themi nderin edhe pasojat e veprimeve të burrave të tyre. Në orën 8 në main kemi Keti Stanon me Djemtë e Kainit, Sons of Cain, dhe në 9:01 çerek, dhe oraret janë flexible. Kemi Late Night Shorts. Do të jetë Netflix Darlings, filma të cilët ne më parë kemi shfaqur në Netflix dhe duam t'i rikthejmë dhe t'i sjellim përsëri, si Four Pills at Night të Lar Dramës, Lajmin e Lorin Terezit, Vrasësit e qenve të Ergy Smetës, një film i jashtëzakonshëm, një film shumë i shkurtër, shumë i fuqishëm. Besoj që ishte nga këto filma që kur ka mbaruar së shfaquri të gjithë kanë qenë heshtje, askush nuk gëzonte të thoshte asnjë fjalë. Ndërkohë që në datën 23 Në datën 23 nisim në orën 5 me Hajde Doku, që është një program i kuruar nga DokuFest në Prizren. Jemi shumë të lumtur që i kemi bashkëpunëtor në këtë edicion të parë, është privilegj për ne. Dhe pastaj ndiqet nga një film i Fatos Berishës në orën 6, Cirku Fluturues, për të përmbyllur pastaj në orën 8:30 me Keep It Short, që është përmbledhja e gjithë filmave me metrazh të shkurtër që janë pjesë që do zgjidhen domethënë. Janë pjesë e kompeticionit. Pjesë e kompeticionit. Që siç e shpjegoi dhe Romina, kanë qenë aplikime që ne kanë ardhur ne në faqen tonë, po edhe që ne we reached out to them, domethënë ne i kemi kontaktuar dhe i kemi kërkuar që ta bëjnë filmin e tyre pjesë programit tonë. Dhe 24 dhe nata e fundit, besoj është nata ku shpahet edhe fituesi me votat direkte të audiencës. Në datë 24, duke qenë se është shtunë dhe ne kemi krijuar një farë faciliteti për njerëzit që janë në punë dhe kemi ruajtur programin në 3 ditëve të para vetëm në orët, le të themi 4 e pas. Ndërkohë që të shtunën ja nisim që në 11, nuk ka justifikime. Ne kemi një partneritet tjetër të mëngjesit, po. Ne kemi një partneritet shumë të premten se. Nuk kemi bërë fest të premten. Ne kemi lënë që të premten shkojmë në shtëpi, mbasi shohim filma të flëm, që të vim në orën 11 për të parë përzgjedhjen e Anibarit. Anibar është një tjetër festival shumë i rëndësishëm i Kosovës që zhvillohet në Pej. Dhe ata janë gjithashtu miq dhe partnerë të festivalit, kështu që kanë kuruar një program për neve. Ndërkohë që në 12:30 do të shfaqet sërish programi Keep It Short, kështu që njerëzit që nuk kanë patur mundësinë të shohin të premten mund të shohin të shtunën dhe të votojnë filmin e tyre të preferuar. Në orën 4 dhe për këtë duhet falenderoj shumë Top Channel Films, do të shfaqim Legjendën e Bastunit. Po, e kam parë dhe është një super film fakt. Dhe kemi të ftuar dhe aktorin Amozaria, i cili do vi për një bisedë përpara se të ikë në shfaqjen e tij të teatrit. Në teatrin e Metropolit do vi që të bëjmë një bisedë që flasim pak për rolin e tij, për personazhin, për filmin, edhe për karrierën në përgjithësi. Dhe mandej sërish në fashën e Queer Stories kemi një dokumentar mërësisht të ndjeshëm, fisnik do të thoja, të Ilir Hasane, që quhet As I Was Looking Above, I Could See Myself Underneath, i cili ndjek historitë e 5 personave të komunitetit LGBTQ+ të Kosovë. Mandej në orën 7 kemi një ndërhyrje të voskër që nuk ka qenë fillimisht në program, por nuk i rezistonim dot. Aktori i njohur Erben Baraktari, i cili njihet për personazhet në filma si Taken apo në Harry Potter, në fakt ka realizuar një shfaqje teatrale, e cila është e shkurtër, është 20 minuta, dhe muzikën e ka realizuar në bashkëpunim me partneren e tij Linda Rukajn. Kështu që Arbeni dhe Linda ne do të shohim pjesën e cila është xheruar në teatr, dhe mandej do të jenë aty të prezent për të biseduar për pjesën, për të treguar për historinë, procesin e tyre krijues edhe si çift, edhe si artist të ndarë. Dhe pastaj do të kemi edhe ceremoninë mbyllëse, por nuk mbyllet me kaq, ne kemi ceremoninë, ne japim çmimin, por kemi edhe një film të fundit që jemi shumë të bekuar që e kemi, sepse është The Land Within nga Fisnik Maxwell dhe është premier absolute në Shqipëri. Është një film që ka bërë xhiron e festivaleve në botë, ka fituar çmimet e zakonshme ndërkombëtare, dhe është hera e parë që shfaqet në Shqipëri, dhe ne mbasi çojmë Amosin ke Teatri Metropolit, marrim floristin, i cili do të vi pas shfaqjes, pasi është një nga aktorët kryesorë të filmit, për të bërë një bisedë me audiencën. 2 gjëra shumë shkurt se jemi në limitet e kohës. Një faqe Instagrami keni për këtë festival ku
audienca ta blejtohet? A ka deti krip. Sigurisht The Netflix. Mund të gjejnë aty për Patjetër. orarët, për agjendën që publikon hapasapi për të gjithë të interesuarit dhe tjetra e ftuat zëvendës ministrin e kulturës. Sa po ja çuam gjatë kohës publicitetit. Perfekte fare, urojmë që të jetë aty edhe urojmë që shumë shqiptarë të jenë aty në 21, 22, 23 dhe 24 maj, Netflix Film Festival në Kinema Agimi me agjendën e ngjeshur që Romina Ruta dhe Era Kraja ju a treguan dhe ja sqaruan në Live from Tirana. Goca, faleminderit që ishin në program edhe suksese. Faleminderit shumë. edhe për vinilat. Edhe për vinilat që do marrim. Për atë kam përshtypjen që do të marrësh pak leje, por gjithsesi e sqarojmë pas programit. Danko, çfarë bëjmë? Reklamash.